Në fakt, Kalaja e Elbasanit është një nga ato perlat tona, jo vetëm kulturore, jo vetëm trashëgimisë tonë kulturore, por edhe turistike. Në fakt, kemi nisur një projekt, kemi disa muaj që kemi nisur një projekt për rivitalizimin e Kalas, një projekt në bashkëpunim me ADF-n, pikërisht për hartimin e projektit të detajuar të rrugëve kryesore të Kalas të Elbasanit, ashtu siç është Via Egnatia, por edhe të disa zonave kryesore që ne i kemi në Kalan e Elbasanit. Qëllimi është pikërisht rivitalizimi i tij. Kuptohet, ne kemi pasur shumë problematika në këtë zonë, sidomos mbas viteve 90, ku edhe kaosi urban, ashtu siç ka pasur gjithë Shqipëria, ka pasur dhe kjo lagje, e cila ka qenë gjatë gjithë kohës së populluar me të njëjtin numër banorësh. Po presim, jemi në fazën fundore të hartimit të projektit, i cili shumë shpejt do të ketë dhe konsultimin e parë publik. Ne jemi njohur në grupet të ngushta me arkitektët tanë, me pjesën e grupit të punës që punon për Bashkinë e Elbasanit. Kemi bërë patjetër edhe ne korrigjimet, vërejtjet tona, diçka që duhet të përmirësojmë dhe presim që rreth muajit maj ta bëjmë edhe konsultimin e parë publik për projektin i cili do të implementohet në Kalan e Elbasanit, që për të thënë vërtetën është një nga projektet më të mëdha zhvillimore të Elbasanit. Ju në fakt e cekët një nga projektet më të mëdha zhvillimore, po konkretisht si do e tetërsonte, si do ndikonte në aspektin ekonomik kjo Kala? Jo vetëm pjesa e ekonomisë, pra restoranteve, lokaleve, dyqaneve të cilat do të hapen, e bujtinave apo edhe agroturizmeve të ndryshme të cilat do të ngrihen rreth Kalas në qytetin e Elbasanit, por patjetër qendra do të jetë këtu, do të jetë Kalaja e Elbasanit, do të jetë zhvillimi i cili merr ai vet. Ne kemi pas modele shumë të mira dhe kemi modele shumë të mira të bujtinave këtu dhe ato do zhvillohen në të gjithë Kalan e Elbasanit. Do të ketë një model i cili në fakt e ndërlidh qytetin me Kalan e Elbasanit. Pra nuk do të jetë vetëm koncepti i një zhvillimi që merr lagja Kala, por do të jetë një ndërthurje e të gjithë ekonomisë tonë qytetit, e turizmit me Kalan. Elbasani ka një paketë të plotë në fakt turistike, ku Kalaja është në qendër të tij. Dhe kur flasim për turizëm gjithvjetor dhe sidomos për 2 ose 3 ditë, ajo që ne duam të arrijmë me potencializimin e Kalas, patjetër që nuk është vetëm Kalaja e cila merr zhvillim, por edhe zonat e tjera turistike, ashtu siç ne kemi në fakt edhe atë Kuindumin Bradashesh, ashtu siç kemi Gjinarin, Funarin, ashtu siç kemi zonën e Treganit, një sër monumentesh natyre, kulture dhe arkeologjike në Elbasan, të cilat potencializohen me zhvillimin e Kalas Elbasanit. Do më lejoni vetëm një ndërhyrje. Ndoshta është për shkak të këtij projekti që do vendoset në zbatim që nuk po ndurim ndoshta edhe në pjesën e jashtme të Kalas, aty ku ndoshta edhe në anë atraktive ajo ndoshta shfaq ato problemet e veta, duke qenë se është për një objekt të trashëgimisë kulturore që nuk është në varësi të bashkisë apo jo. Para disa muajsh në fakt zgjidhem edhe disa ngërçe ligjore të cilat ishin për sa i përket murit Kalas, sahatit, pronësisë tyre, u zgjidhen disa problematika me anë të vendimit të këshillave të ministrave, ku ato i kaluan në fakt një pjesë Ministrisë së Turizmit, një pjesë tjetër pritet që t'i kalojnë në pronësi Bashkisë Elbasanit, pra qytetit, pikërisht për të marrë edhe ato zhvillimin e tyre. E gjithë zona e Kalas në fakt ka një periudhë pauze për momentin derisa të mbarojë masterplani kryesor dhe projekti i zhvillimit të Kalas.